Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, njëri nga krerët e Vlenit në preskonferencë për mediat, foli rreth zhvillimeve të fundit politike. Ai pranoi se ka mosmarrveshje në koalicionin Vlen dhe mungesë bashkëpunimi mes partive anëtare. Unë nuk thash që ato janë takuar me Ali Ahmetin, thash se ky është shtet i vogël dhe gjithë me secilin njihemi dhe njerëz që komunikojnë për partive ndryshme vazhdimisht ka. Spaku deputetët në parlament të gjitha partive takohen me njëri tjetrin. Edhe ky është një farë komunikimi. Nuk thash se një lider është taku me ndonjë person, as pak se tash atë, po përkundrazi. Thash se është shtet i vogël dhe komunikim mes njerëzve ka, nuk mund ta ndalim këtë. Dhe kjo është e pamundshme që thotë një person i një partie se nuk komunikon me asnjërin prej ndonjë partie tjetër. Dhe të ishte ashtu, mu më duket patologjike që çdo parti të komunikojë vetëm brenda saj. Kur e them prej Vlenit, nisem çdo herë prej vetes. Pastaj shkojnë tjerit, se ka një farë pakënaqësie prej funksionimit të Vlenit brenda qeverisë, ky është fakti pamohueshëm. Se njerëzit janë të kënaqur prej funksionimit të qeverisë dhe ky është fakti pamohueshëm, kështu që unë mendoj se desinkronizimi ynë brenda Vlenit, mendoj se është problemi kryesor dhe na duhet sinkronizim më i mirë. Jo, do me thënë sot grupet punuese të Vlenit janë duke punuar bashkë në parlament për të gjetë formulën më të mirë për të dalë zgjedhjet lokale së bashku. A liderët ta komunikoni edhe këtë a liderët ta komunikoni mes vetë, keni? Po, Pardje Mbrami ishim Prishtinë bashkë. Pardje para 3 netëve. Çdo moment mund të ndodhë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm. Jo. Shqipni, ne kemi 2 opsione për zgjedhjet lokale, kam thënë, një është të shkojmë Vleni së bashku, që unë e dëshiroj të jetë ashtu, edhe e dyta dalim vetë në zgjedhje lokale, si Aleancë për Shqiptarë. Thash jemi të desinkronizum, disi nuk 4 parti, shqipni, një parti po ka probleme. Kur je 4 parti, duhet për çdo gjë të konsultohen 4 kryesi, 4 përfaqësues partive dhe ky është problem që na ka bërë vështirësi këto 9 muaj derisa jemi në qeveri.